I gjithë vendi është përfshirë nga rreshtet e dendura shiu, ndërsa prurit në kaskadën e dritë janë rritur ndjeshëm. Korporata elektroenergjetike shqiptare ka nisur shkarkimet në mënyrë të kontrolluar nga hidrocentralet e kaskadës për të menaxhuar situatën hidrike dhe për të garantuar sigurinë e digave dhe të zonave poshtyre. Sipas të dhënave të fundit nga KESH, prurjet natyrore në kaskadë aktualisht janë 3500 m3 në sekond, ndërkohë që shkarkimet po kryhen në nivele të kontrolluar. Eci i Autodes po shkon 700 m3 në sekond, ndërsa eci Komanit po kryen shkarkime po ashtu 700 m3 në sekond. Niveli i liçenit të Firëzës ka arritur 282.2 metra, ai i liçenit të Komanit ka arritur 174.2 metra, ndërsa niveli i liçenit të Vaut të Des ka arritur 74.9 metra. KESH thekson se monitorimi vazhdueshëm i prurjeve, niveleve të liçeneve dhe shkarkimeve po kryhet 24 orë në 24 sipas protokolleve të sigurisë së digave. KESH thekson se prioritet mbetet siguria e popullsisë dhe stabiliteti i sistemit hidroenergjetik, ndërsa menaxhimi i burimeve ujore po kryhet me kujdes maksimal dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare të sigurisë.